Mirë po, çka ndodhi kur vdiq Saadi? Çka ndodhi? Kur vdiq Saadi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ihtazza arshu Rahman li mauti Saad ibn Muadh. U dridh arshi i Allahut. U dridh arshi i Allahut me vdekjen e Saad ibn Muadhit. Sa kemi me jetue? Sa vite kemi me jetue? Ato veç Zotit. Bile nuk është shumë e rëndësi a jeton shkurt apo gjatë. Pra jetë gjatësia apo jetë e shkurtër nuk është ai qëllimi jonë final. Mirë po atë jetë që jetojmë, të shkurtër apo të gjatë, si e jetojmë edhe si e kalojmë. Edhe që ashtu kemi mu llogarit tek Zoti. Se s'ka përparësia që i ka bon 100 para këtina që i ka 30 e ka vdek 30 vjeçar. Sepse ka raste të ndëruar vëllezër që vdes 25, 30, 35, 40, 50, ja u kalon atyne që kanë jetu 80, 90, 100, 200, 300, që kanë jetu ma herët. Pra, qëllimi final është si e kalojmë jetën, qoftë e shkurtër apo e gjatë. Andaj, në këtë mesazh të shkurtër, shembulli më i mirë që na shërben neve, që ndoshta jetojmë shkurt për me fitue shumë tek Zoti, është shembulli i një sahabiu të nderuar, një shoku të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që kishte jetuar në Medinë, edhe ka emrin Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kur shkoi pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë, Saadi dëgjoi për ardhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, u interesu për të, u interesu për Islamin dhe e pranoi fenë islame në moshën 31 vjeçar. Dhe kaloi në Islam 6 vite. Dhe vdiq në moshën 37 vjeçar. Vdiq i ri, 37 vjeçar. Mirë po, çka ndodhi kur vdiq Saadi? Çka ndodhi? Kur vdiq Saadi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ihtazza arshu Rahman li mauti Saad ibn Muadh. U dridh arshi i Allahut. U dridh arshi i Allahut me vdekjen e Saad ibn Muadhit. Për çka u dridh? Për çka u dridh? Kush mund të me dridh arshin e Allahut? U dridh arshi i Allahut për i gëzimit se po vjen shpirti i Saad ibn Muadhit. U dridh arshi i Allahut që s'ka ndodhur kjo përpara as për mrapa, as që ka më ndodhur më. U dridh arshi i Allahut për i gëzimit se po vjen shpirti i Saad ibn Muadhit radhiyallahu anhu. Pyetja që kishim me bojë jo krejt që të po ma mërmendja, e që pas ka bo kjo për 6 vite, se logikisht, por të këshërsh 6 vite. Kur ka folë për vetën e vetë, e nuk ka lavdue, po kur ka folë, kur e kanë pyet, ka të regue. Ka të regu, ka thonë, one jam si krejtu të tjiret. Mirë, po i kam një 3 gjona që pak pi burrave besimtar musliman i kanë. E para prej tyne, që e kam përmen dietarët islam, është se kur e pranoi kë fen islame, kë e kish një fest madh, prej fiseve më të mëdha në Medinë. Shkoi i mbledhi krejt burre, gra, fëmijë, pleq, edhe ju tha, o fisim, prej sotit, tha unë jam musliman. Dhe kush prej jush nuk e pranon islamin, me mua nuk ka me folë. Ju mundi me vazhdu jetën, po me mua nuk keni me vazhdu. E dini që përgjigjen, krejt i madh i vogël, me pleq, e me fëmijë, e me burra, e me gra, komplet e pranun islamin. Tha dikush e qyshve, ka boki diçka punë të mirë në atë fis, se ka qenë shumë kontribues, shumë bamirës në fisin e tina. Se s'po kem kohë, po ju kisha këshillue, merë një zemrat njerëzve me bamirësi, e jo me vrasësi, e jo me friksim, e jo me kërcnim. Se dikush dënë me shtiti kanë në islam të i bërtit. O hen se ka me të hongër dreqi, o hen se ka me të vrasë zoti, o hen se kur shkaj në vërë del një gjapë, një bollë të ashtë tërngan trupin, qka ki o lo? Qka ki ti pas ke nevoj për veti me mësu fe një herë? Se që shtu e nisim për mrapsh disa, e të ne qka njerëzit po friksohen.
Një ajet, një hadith për xheneti, si a kallëzën për kënaqësitë, për lumturit, për vujtje të shkuj ka mësu këtë për mes si vjersh. Veç kërthnime, veç shantazhime, veç i vrasht. Jo, i but. Ti paraqitja u islamin me butësi, e tonë kush do me pranu, kush farë problemi nuk është. Se ka vend edhe për muslimanët, ka vend edhe për muslimanët. Mos me nëni dikush që dikush ka me met nudh kryq, as në xhenet, as në xhenem, në dy ont. Kënejna mushët xheneti, anina mushët xhenemi, runa zëpit. Pra e para, u bo se bep komplet fisi ti ma dhe pranoj islamin. Pastaj tha 3 gjana i kum bo, tha, që rrallë kush i bën për i burave, e para, tha. E para. Nuk ka hadith të pejgamberit a.s. që e kum dëgjue, e që se kum besu me bindje se është vahi, është shpallja Allahu që ja ka dhënë pejgamberit. Do me thonë, e ka mësu Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka inspiru çashtu me fol, çashtu me veprue. Edhe çka kur thot nuk kam hezitu me pranu ato që e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe me një herë kum qit në praktik. E dyta, ka thonë e kum pas një cilësi që rrallë kush e ka prej muslimanëve. Kur jam përkatit për namaz, kom marrë abdes në mënyrën më të mirë. Kur kom hyrë namaz, kom thonë Allahu Ekber. Kur ka thonë prej fillimit tek birit, dej kom o selam, men së më ka ra për dënjan. Jam kanë i përqëndrum, i përkushtum namaz, kur së më ka ndodhë për ato vite, pa ka jetue. 6 vite në islam, kur mendja së më ka shku jashtë. E neve, kur mendja së më në rrinë mrena, se jashtë po jashtë po, qysh jo. Dikush anej, ta që jenë me pare, thët, ku me ditë që ka u boa, devalvaj, as devalvaj, a u shqetën tokat, aso shqetën, a u shqetën kjerët, aso shqetën, kush ka thmit vogël shkollë, apo mësojnë, apo i nusë, na i kosh, apo i përtet, mus kanë marë nisha, aj tjetër anena, me mujtë me qitë trunin prej imamit, deri në fund, inshallah na del gjysa e kohës në namaz, kisha po se bile gjysma me na dalë. E dyta, pra, të një jetën, sa herë janë falë, ka thonë, si këmë thonë Allah Akbar, tejnë selam, sen s'këm dëgju jashtë, veç i lidhën me Zotin. Dhe e treta, për cilësive të ti, që konë me veçantë, është qka asketizmi i ti në dënja. Qka do me thonë asketizmi? Do me thonë, mos me lakmu dënjan, po me lakmu ahiretin. Mos me lakmu të shkurtën, po me lakmu të gjatën. Am shueshmerin, me lakmu e kanë gjenetin. Edhe thët, kur thët s'kum pas shpresat gjata, me shpesu gjatë, si kur ne ke po, që ta shtë si të martona, ka me bo këta. E ta në kur tim pun, ka me kërsy me bo këta. E ta në tja njës një farë palati, një farë shpia, ajo s'kryet kur. Ajo kryet kur të qojnë atje në arbri, ti qesin një 4-5.000 kg për mi, kryet shpia që shdohet e banes, ajo tjetra e ti. E ta në bëm plane, që ato planet, mi amat me vite, shkojnë edhe një 100 vjetë, 200 vjetë, e zotis pret, ja. Vjen me leje ku i vdekës, hajde se po shkojnë se u bokoha tash. A ti shpresa, ndra, ka me po këta, ka me po ata. Thët s'kom lakmue, kretë, që kom lakmue? Kom lakmu për xhenet. Për ata vllazën, qka është asketizmi? Zoti. Edhe qysh dën Zoti ty? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, izhed fit dunja, yuhibbuk Allah. Mos e lakmo dynjan, të dënë kush? Allah. Mos e lakmot dynjan, dënë Allahu. E dini pse, se të e lakmon ahiretin, e lakmon xhenetin. Qfar punë kime bo, kur se lakmon dynjan? Po kime bo punë xhenetit. Allahu na falë, Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft, me shfrytzu që të kohën tonë, qoftë edhe shkurtër, aty qysh dënë Allahu, Allahu na mundësoft. Andaj ti mundesh me jetu 30 vjetë, a mo me pas një vend në alë xhenet. Ti më rëshme jetu dhe 100 vjetë, edhe ki një vend të është në xhenet. Se nuk ka me gjatësi, po është me shfrytëzim të kohës. Allahu na falët, Allahu na udhëzoft.